Kur një anije gjigante me kontenier humbi ngarkesën e saj në mes të oqeanit, bota mendoi se bëi fjalë për mallra të zakonshëm, por heshtja e frikshme e kompanisë dhe kërcënimet anonime ndaj ekuipazhit tregonin se diçka e errët fshihej në fund të detit. Dy zhytës guzimtar, Bill dhe Finn, vendosën të rrezikonin jetën për të zbuluar këtë sekret, duke shpresuar se do të pasuroheshin përgjithmonë. Por, kur pren zinxhiret e fundit të një kontenjeri të blinduar, ajo që gjetën i la pa frymë, një makineri që punonte ende në ujë dhe një pasuri që nuk duhej të ekzistonte. Ndiqni këtë histori drifëruese, ku kureshtja pothuajse u kushtoi jetën. Ishte një lajm i madh kur një anije gjigante me kontenjer humbi një pjesë të madhe të ngarkesës së saj në det, por se çfarë ishte kjo ngarkesë saktësisht, mbeti një sekret i ruajtur mirë. Të paktën, derisa dy zhytës të paautorizuar shkuan ta kërkonin pa leje. Ata shpresonin se përmbajtja sekrete e ngarkesës do t'i bënte ata të pasur, por nuk rezultoi as pak kështu, sepse zbulimi i tyre nuk u la asnjë opsion tjetër përveç se të lajmëronin policinë. Bill dhe Finn siguruan bombulat e tyre të oksigjenit dhe u zhytën përsëri poshtë. Tani që më në fund kishin arritur të lokalizonin kontenjerët, mezi po e përmbanin emocionin. Nëse thashethemet për atë që mbanin ishin të vërteta, ata mund të bënin lajm në mbar botën. Ata pren kyçin e fundit të këtij kontenjeri misterioz dhe shikuan se si ai ra ngadalë poshtë. Hapja e derës kundër gjithë presionit të urit nuk ishte e lehtë, por ata ja dolën banë së bashku. Kontenjeri u mbush shpejt me ujë ndërsa zhytësit notuan brenda. Kur më në fund u futën brenda, zhytësve ju desh 1 sekond për të procesuar atë që panë. Si është e mundur që askush nuk kishte ardhur për këtë ngarkesë? Ata e dinin se nuk kishin zgjedhje tjetër veç se të lajmëronin policinë. Por çfarë gjetën zhytësit brenda ngarkesës së mbytur? Dhe pse ndjen nevojën të thërrisnin policinë për këtë? Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe siguroni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë dhe goditni atë zilen e notifikimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Moti ndryshoi shumë më shpejt se sa pritej atë ditë. Era u forcua shpejt dhe valët e larta sa shtëpit goditen anijen. Për shkak të kësaj, anija filloi të anonte. Ekupazhi bëri xhmos për të ndaluar atë që ishte pashmangshme, por ishte kot. Ishte kaos në bord. Shumica e burrave mundën të nxitonin drejt sigurisë, ndërsa shikonin pothuajse të gjithë ngarkesën të zhduke. Një pjesë e saj ra mbi ngarkesat e tjerë dhe një pjesë në ujë. Deti u mbush shpejt me kontenjer që lundronin dhe ata filluan të fundoseshin ngadalë. Ekupazhi nuk kishte asnjë ide se çfarë të bënte. Ata e dinin se rikuperimi i ngarkesës ishte i pamundur, ndaj nuk humbën kohë as duke provuar. Gjithçka që mund të bënin ishte të qëndronin të sigurt dhe të prisnin derisa të kalonte stuhia më e keqe. Pas kësaj, ata mund të fokusoheshin në arritjen në portin më të afërt, por pati një ndërlikim që nuk e parashikuan. Not shumë pasi ngarkesa ra në det, ekuipazhi filloi të merrte mesazhe të huaja dhe kërcënime. U përhap fjara në anije se një nga kontenjerët i përkiste një personi të rëndësishëm, i cili kishte nevojë të merrte ngarkesën e tij nga uji. Toni i tij e bëri të qartë se ai nuk do të pranonte një përgjigje negative. Njerëzit filluan të hamensonin se çfarë mund të kishte në kontenjeri që ishte aq i rëndësishëm. Thashethemet kaluan nga një antar tek tjetri, derisa arritën tek Bill dhe Finn, dy zhytës përvojshëm që punonin në anije. Nëse kishte diçka aq të vlefshme në fund të oqeanit, mbase ia vlente të kontrollohej. Ndërsa Bill dhe Finn hulumtonin se çfarë do të kërkonte zhytja, ata kuptuan se do të ishte zhytja më e vështirë që kishin tentuar ndonjëherë. Edhe pse ishin me përvojë, ata zhyteshin vetëm për argëtim. Nuk ishte se ishin ekspert me pajisjet më të fundit dhe trajnimin më të mirë që mund të blihej me para. A do t'ja vlente kontenjeri? Bill dhe Finn zakonisht pëlqenin të eksploronin shpella ose disa mbytje të vogla anijesh pak larg bregut. Zhytja për të arritur kontenjerët do t'ishte jashtëzakonisht e thellë dhe e rrezikshme. Ata nuk ishin as të sigurt nëse mund ta gjenin kontenjerin e duhur në gjitha të rrëmuj, apo çfarë do të kishte brenda tij nëse do ta gjenin. Ishte aq e rrezikshme sa Bill dhe Finn vendosën se do të ktheheshin te kontenjerët në një datë të mëvonshme. Ata duhet planifikonin dhe të bëheshin gati për një zhytje aq të madhe. Përgatitja mori disa muaj dhe pati një ndryshim kyç në planin e tyre origjinal që kishte mundësinë të ndryshonte absolutisht gjithçka në misionin e tyre.
Në vend që të përpiqeshin ta menaxhonin zhytjen vet, Bill dhe Finn punësuan 4 persona shtesë për t'i ndihmuar. Ata gjithashtu morën me qira 2 varka dhe pajisjet më të mira që mund të përballonin. Për të identifikuar kontenerin e duhur dhe për të filmuar atë që ishte brenda, u duheshin kamera, monitor dhe ndriçim. Më në fund erdhi dita e zhytjes. Ata përdorën skanerët për të kërkuar kontenerët dhe i gjetën ata pikërisht aty ku ekipi priste të ishin. Të gjithë ishin gati për të futur në ujë dhe për të filluar kërkimin për kontenerin misterioz, por kishte një gjë që po i mbante peng. Një nga burrat, Jack, kishte vënë re një problem të papritur. Jack u tregoi të gjithëve se për çfarë ishte i shqetësuar. Në monitor kishte një lloj kafshe të madhe aty pranë që dukej se po qëndronte afër varkave të tyre. Ata ishin të shqetësuar për peshkaqenët, por krijesa në ekran dukej shumë e madhe për të qenë e tillë. Çfarë kishte në ujë? Ekipi vendosi të bëhej i duruar, në vend që të nxitonte dhe të rrezikonte një sulm peshkaqeni. Pas pak minutash, kafsha u zhduk nga ekrani. Bill dhe Finn më në fund mund të bënin zhytjen që kishin pritur. Por dukej se sapo u zhytën, çdo gjë rreth planit të tyre shkoi keq. Kushtet ishin edhe më të këqija nga sa prisnin. Uji ishte i ftohtë si akull, madje edhe përmes veshjeve të tyre të shtrenjta. Por Bill dhe Finn refuzuan të dorëzoheshin. Ata u zhytën më thellë dhe përdorën një sistem litaresh për t'u tërhequr përgjat. Secili prej tyre mbante një kamerë për të regjistruar, shpresojmë, se çfarë kishte brenda kontenerit. Kur arritën në grupin e parë të kontenerëve, dyert ishin të gjitha të siguruara fort dhe të kyçura. Bill dhe Finn e dinin që do t'ishin dhe kishin sjell vegla për të thyer kyçet. Një nga një, ata thyen kyçet dhe u përgatitën për të kontrolluar ngarkesën. Vetëm një detaj dukej ndryshe nga sa e kishin imagjinuar. Ishin vetëm 10 kontenerë në atë pjesë të oqeanit. Ekipi i Bill dhe Finn nuk priste që kontenerët ishin aq të lehtë sa të lëviznin nga rryma, mbase kishin gabuar. Ata e dinin se nuk kishin kohë të mjaftueshme për të kërkuar kontenerët e tjera të ditë. Por pastaj, diçka i zuri syt Billit. Bill vuri re se një nga kontenerët kishte edhe më shumë masa sigurie se sa kontenerët e tjerë. Kishte zinxhir të mbështjellë rreth andores në vend që një kyçi të thjeshtë, dhe kyçi që ishte aty dukej më i fortë. Ata nuk donin të dëmtonin ngarkesën, ndaj morën kohën e tyre për të thyer kontenerin. 2 burrat punuan për të hyrë brenda dhe provuan me radhë të prisnin të gjithë zinxhirët. Kur më në fund ja dolën, medi kishin oksigjen të mjaftueshëm për t'u kthyer në varkat e tyre. Duhet të dilnin në sipërfaqe para se të hapnin kontenerin dhe të shihnin se çfarë kishte brenda. Zemrat e tyre po rrehnin fort në gjoks. Mund të ndihnin se ishin gati për të bërë zbulimin më të madh të jetës së tyre. Ata rigrupuan në vark dhe hartuan një plan sulmi. Qasja e tyre duhet ishte e përsosur këtu. Ata u zhytën përsëri me pajisje fryrëse që do t'i ndihmonin të nxirrnin më shumë objekte në sipërfaqe. Në mendjen e tyre, ata po spekulonin gjerësisht se çfarë mund të kishte brenda kontenerit, por përfundimisht do të rezultonte të ishte një ngarkesë që nuk do ta kishin konsideruar kurrë. Ata shkuan përsëri tek dera e kontenerit dhe ndriçuan me elektrikët e tyre brenda. Asnjëri nga zhytësit nuk dinte çfarë të mendonte në fillim. Konteneri ishte asgjë tërësisht i mbushur me një makineri të madhe të një lloji të caktuar dhe ishte e qartë se ajo ishte e ndezur dhe po punonte aty brenda. Bill dhe Finn u ngjitën në sipërfaqe dhe ndërruan bombolat e oksigjenit. Pastaj u zhytën përsëri dhe hapën plotësisht kontenerin. Nuk mund t'u besonin syve të tyre. Konteneri ishte i mbushur me valixhe me para dhe vepra artike të vjedhura. Përveç makinerisë misterioze që dukej se shërbente për të mbajtur lagështinë dhe presionin nën kontroll, ishte një pasuri e paimagjinueshme. Ata regjistruan pamjet me video dhe thirrën policinë menjëherë. Ata ja dorëzuan kontenerin policisë dhe shkuan në shtëpi. Ata shikonin pas zbulimin e tyre dhe ishin të lumtur që vendosën të zhyten. Po ju, çfarë do të bënit nëse do të gjenit një kontener me para dhe art në fund të oqeanit? Do t'i mbanit për vete apo do të lajmëronit autoritetet? Na tregoni në komente. Nëse ju pëlqeu kjo histori plot adrenalin dhe mister, mos na harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga aventurat tona të ardhshme. Faleminderit që na ndoqët.